Në daljen e parafundit në Kelç që kishte zoti Berisha së bashku me zotin Noka ditën e djeshme rreth orës 11:30 për mediat, dukesh që ishin jo të stresuar, por nuk ishin aq me atë qasjen që dolën në fund. Mendon se ka patur tension në seli, në mbledhjet me dyert të mbyllura në kryesi për një emër që mbase mund të artikulohej, mund të lakojë, por nuk kanë patur dakordsinë e palëve. Që Partia Demokratike ka disa kohë që po punon për të gjetur një emër të saj, por pavarësisht se ka bërë propozime me emra të caktuara që në fakt deri diku janë bërë publik, për shembull ka qenë zoti Ali Mehmeti në fillim fare që i është kërkuar që të kandidojë për Bashkinë e Tiranës dhe nuk ka pranuar që të kandidojë, por edhe në kryesinë që ka qenë ditën e djeshme, sigurisht që ka patur nga ata antarë që kanë kërkuar të dalë vetë Partia Demokratike me një emër të saj, por formula që paktën ata kanë rënë dakord shumica prej antarëve të kryesisë ka qenë që të gjenë një formulë që të bashkojë në një front opozitën, që në këto rrethana që ne po flasim, Partia Demokratike ka bërë disa lëshime. Sigurisht kjo nuk tregon për një parti demokratike të fortë, por për një parti demokratike që kërkon të marrë qoftë edhe një votë edhe duke bashkëpunuar edhe me ata që deri dje i kanë sulmuar edhe anasjelltas. Por për mendimin tim nuk është e rastësishme që kryesia e Partisë Demokratike mori një vendim për të kandiduar për të pranuar më saktë një kandidaturë të pavarur dhe më pas ta mbështesin atë, dhe nuk është e rastësishme që vetëm pak orë pas këtij momenti dhe zoti Florian Binaj shpalli dhe ai kandidaturën e pavarur. Ne duhet të shikojmë edhe rrugtimin që ka ndjekur Partia Demokratike që nga momenti që u vendos për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë. Ka qenë zoti Agron Shea i pari që i ka vënë një kusht Partisë Demokratike që të ishte një kandidat emri apolitik. Po, një kandidat apolitik, gjë e cila u pranua nga Partia Demokratike. Më pas ka qenë zoti Lapaj, i cili artikuloi që duhet të jetë një kandidat i pavarur që ai të futej në frontin e atyre partive që do të mbështesin atë kandidat të pavarur. Edhe kjo gjë ne pam dje që u pranua dhe me vendim të kryesisë së Partisë Demokratike dhe zoti Berisha e artikuloi këtë. Dhe kjo për Partinë Demokratike më shumë se sa tregon për një opozitë të ndërgjegjshme, apo një parti demokratike të ndërgjegjshme për të bashkuar të gjitha palët e të tjera, për mendimin tim tregon një opozitë, një parti demokratike disi të dobët për të gjetur një kandidat të saj. Pasi do ishte më e ndershme nëse është serioze, le të themi, bashkimi në një front i opozitës, nëse Partia Demokratike do të dilte me një emër të saj nga radhët e Partisë Demokratike dhe për të bashkuar opozitën mund të jepte mundësi partive të tjera më të vogla, duke u thënë që unë kam këtë emër. Ju, nëse do të bashkohemi, na propozoni, dhe në qoftë se ne arrim në një marrëveshje, atëherë unë tërheq kandidatin tim dhe hajde ty bashkë në zgjedhje. Pse nuk u përdor kjo formulë, kjo strategji? Për shkak se nuk kishin kandidat. Edhe kjo nuk pavarësisht deklaratave. Dhe thënë nga një gazetar që mbulon Partinë Demokratike njeh që në themel gjë. Deklarat, disa gjëra duhet të thënë edhe siç janë. Pavarësisht deklaratave politike që ne kemi shumë kandidatë të tjera dhe gatishmërinë e disa emrave që janë deputet të cilët shprehen se unë jam gati për të garuar nëse më propozohet të tjera si këto. Mendoj që askush prej tyre nuk është gati që të ndjek mandatin për që një vit marrë rastin më optimist të mundshëm nëse fiton, për të qenë më shumë se një vit kryebashkiak dhe të lëjë mandatin e deputetit. Kjo për mendimin tim nuk qëndron, janë thjesht deklarata për të mbajtur karikuar elektoratin e Partisë Demokratike, por mendoj që formula e gjetur për të mbështetur një kandidat të pavarur nga Partia Demokratike, por edhe nga partitë e tjera që besoj deri më tani ne nuk kemi parë një reagim kundër kësaj, le të themi kësaj formule. Kjo vetëm për të parë sigurisht kush do të jenë këta emra, se ne kemi zotin Asimen që gjithashtu këtu në Euronews shpalli që do jetë kandidati pavarur pasi foli dhe zoti Berisha, po kjo vetëm për të parë se çfarë do vendosë Partia Demokratike si partia më e madhe opozitare, sidoqoftë pavarësisht presioneve që ka nga partitë e vogla, sigurisht partia më e madhe opozitare është ajo që merr përsipër edhe kostot, por edhe sigurisht dhe organizimin më të madh që duhet të ketë një palëzgjedhje dhe sigurisht. Nuk je dakord Terez? Jo, jam gjatë gjithë kohës, por përpiqem